momentet me të vërtet ishte të mëshme ajo që ndodhi mbrëm në Gjakov 2 javë radhazi, fillimisht në Prizren e më pas edhe në Gjakov pati hudhje kësaj radhe të shishës. Ky fenomen duhet të përfundon një herë mirë. Kramer dhe Hoffman për topin e pari, cili shkan në duart e Dion Hajgjosajt. Dux. Tek Burns. Gjuan nga gjysmë distanca, arriti të realizon në tentimin e parë DeAndre Burns. Allen Arën tjetër e gjemë plotësisht të lirë kapitenin Gzim Morina, i cili realizon pikët e para në ndeshje për skuadrën e Golden Eagle Yllit. 3-0. Dux. Antej Dux. Tek Kramer, i cili realizon pati hapësirën, nuk reagoi mbrojtja aty ndaj Kelby Kramer. Shohim presionin e DeAndre Burns ndaj Trevor Allen. Scott Bamford. Anti është Hajgjosaj, Bamford. Nuk shkojnë pasimi. Blokon atë pasim Altin Morina, teksa në kundërsën në anën tjetër DeAndre Burns realizon për 3-4. Allen. Allen. Sa radhe shkojnë dobi të këskëm Bamford, i cili nuk arrit të realizon luft për atë top që përfundon në duart e Hoffman, i cili me ngulitje tenton të realizon, por ndaljet me faul nga Kelby Kramer. Qëllon nga vija gjuajtjes e lirë Hoffman. Aktualisht në Mitrovic është duke u zhvilluar edhe super derby kësaj gjiroje ndërmjet Tripqës dhe Go Plus Pejës. Dux. Nuk qëllon nga gjysmë distanca. Tjetër mbrojtje e mirë e Altin Morinës, top i vjedhur i dyti i tij. Nuk ja lejon Scott Bamfordit depërtimin, teksa i komplikojnë gjërat në anën tjetër DeAndre Burns, pati mundësinë që ta përfundon aksionin vet. Vazhdon të takon topi skuadrës Sigal Prishtinës, por jo edhe shumë gjatë, pasi që i vëmendshëm në mbrojtje. Antoine Scott me pikë të lehta, 6-4. Në anën tjetër në Mitrovic, aktualisht 2-5 start. I ngushtë Dux tentoi për 3, nuk qëlloi, e mori edhe njëra top, e gjenë Altin Morinën që e këtan topin tek DeAndre Burns. Burns, Morina. Sekundat e fundit të aksionit, topi hyrje doli. Nuk arriti të realizon, bëjtë 6-4 rezultati. Allen. Dhe i tenton nga gjysmë distanca, nuk qëllon, topi direkt në duart e DeAndre Burns. Do të ndaljet vetë në gjysmë distancë, nuk gabon nga kjo pozit për të barazuar gjithçka në 6-6, kur ka ngaluar 3 minutat e para të kësaj përballjeje. Scott Bamford nuk qëllon. Shojmë edhe njerë depërtimin në Scott Bamford.
Atëherë u rishikua edhe një rasti nëse pikët duhet pranohen apo jo. Dysha gjyqtarëve vendosin që mos pranohen pikët, topi do takojnë skuadrës së Sigal Prishtinës, teksa vazhdon të jetë gjithçka baraz në 6-6. Dux. Andre Burns quan për 3. Nuk qëllon luft për ato Kremer. Blokohet me faul nga Hufman, 2 gjigantët luftën kësh. Nuk arriti të realizon Kremer, por do të ketë 2 gjuajtje të lira. Qëllon në tentimin e parë, Kelby Kremer, nga i tij e tretë, i jep avantazhin skuadrës së Sigal Prishtinës. Edhe në të dytën është i sakt, 6-8. Si prej 2 pikëve e këtyre qytetasve vazhdon loja e ngushtë. Shkanakto deri tek Bamford, cili nuk arriti të realizon. Gjithsesi Gjosaj nuk e kontrolloi mirë atë kërcim, ndërsa shkakton edhe faul. E shohim në plan parë edhe trajnerin Endrit Shani, i cili po bën edhe një herë punë mjaft të mirë me skuadrën e Golden Eagle Yllit. Pavarësisht faktit që Ferrondasit janë në kërkim të trajnerit. Bamford për 3 pikë realizon. 9-8. Bron anë edhe një herë për Sia. Simi nga buare i Deandre Burns për Diana Gjosaj përfundon jashtë. Scott. Dalje të kthen dopin tek Allen. Trevor Allen, lëvizje mjaft e mirë e tij, por ka faul, do t'jetë në vijën e quajtjes së lirë. Trevor Allen. Se ishte mjaft e mirë, shene e ngritin e ajër Deandre Burnsin. Realizon në tendimin e parë Allen. Edhe në të dytën është i sakt. 11-8. Kremer që tenton me ngulitje nuk arriti të realizon, ishte Altin Morina i që devijoi ato, por asnjëri nga bashkëtarët nuk ishte aty e humb topin edhe Hufman. Paksa nuk humbin edhe njerë topin këtyre qytetasit. Morina i lirë për 3 gjuan, nuk qëllon. Allen me i lartë në kërcim. Faul i Dux. Scott. Allen, i cili lirohet mjaft mirë nga i blokarin të tonë për 3 pikë. Edhe njerë është sakt tashmë kontrollin ndeshjes kalon në anën e skuadrës së Golden Eagle Yllit. A do të ketë përgjigje nga Dux për 3 jo. Teksa ka faul nga Kramer në sulm.
personalja e dytë e tij. Dhe e pesta ekipore e skuadrës së Sigal Prishtinës. Kemi zëvendësim të dy fish, Vladimir Kakruki dhe Gio Bailey në lojën e vetë, Ajosajt dhe Kramer. Hoffman vjen në gjuajtje së lirë. Qëllon tentimin e parë. Në të dytën nuk është i sakt. Morina me i lartë në kërcim. Në anën tjetër, Trip Qagopius Peja, 12 është rezultati në të mirë të Pejanëve në Mitrovic. Dux. Nuk shkojnë pasimi tek Kakruki, por e kishte kapur Antoine Scott, po Amir këtë gjyqtari. Taci nuk e lejoj të lirohet dhe ta pranon atë pasim Kakruki. Dux. Morina do gjuan edhe njerë për 3 pike airball i tij. 15-8. Nuk e kontrollojnë mirë topin as vendasit sot të ardhe Golden Eagle Yllit, një tjetër top i humbur i tyre. Bailey, afër t'i gëze Morina. Gio Bailey. Parimi dhe realizon airball edhe nga aj. Ares Harku në kushit nuk e prek. Shkon ai top tek Hoffman, i cili tentoj me ngulitje të realizon. Nuk e bëri këtë, por edhe njëherë ka faul ndaj tij. Edhe njëherë do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Do ta shohim edhe njëherë personalja e Adrio Bailey, i cili pati kontakt paksa në dorën e djathta që sa u vrejt. Nuk qëllon Hoffman, tërsa Don Poloshka është në lojë, kapiteni i skuadrës tek Sigal Prishtina. Në të dytën është i sakt. Tek Bailey. Faul i gëze Morinas në kosh. Herë lëvizje. Morina aty duke ndalur lëvizjen e Adrio Bailey të ndalet loja nga dysha, në fakt nga gjyqtarët, duket që për arsye të sharjeve kërkohet vrekja. E thash edhe më parë në fillim të ndeshjes, tifozët e skuadrës Plisat, të cilët janë të pranishëm sot në palestër, janë në shenjë proteste ndaj kryesisë re dhe kryetarit të ri, dhe sharjet janë në këtë drejtim dhe jo për ekipin kundërshtar. E për këtë arsye shohim gjyqtarin Xhelal Mumini që është duke komunikuar me zyrtarët e klubit të Sigal Prishtinës.
DeAndre Burns gjuan nga gjysmë distanca, nuk qëllon. Tashmë vjen vrejtja për publikun. Shohim faullin. Faull i Dom Pollushkës, e shohim realisht mjaft diskutabel po ngritjen e krahut Scott Bamforthit ndaj Donit. Gjithsesi 2 lira do të janë për Scott Bamforth. Qëllon Bamforth në tendimin e parë. E tashmë ka edhe hudhje të një mjeti piroteknik. Do të ndalet loja nga gjyqtarët. Kërkohet që skuadrat të largohen drejt dhomave të zhveshjes. Shohim që nuk janë duke lëvizur skuadra, do të shohim. A do të shkojnë në zhveshtore. Realisht e pritur ishte kjo protest e plisave nga ajo që e ka njoftuar edhe nëpërmjet komunikatës së mbrëmshme pas zgjedhjes së kryetarit të ri të klubit, teksa vazhdojnë hudhjet. Po zbrazët palestra. Skuadra e Golden Eagle u largua drejt zhveshtorës tashmë, por jo edhe ajo e Sikaj Prishtinës vazhdojnë të rinë bankën e tyre. Atëherë të nderuar shikues, do të rikthehemi edhe ne pas pak me të vazhduar ndeshja. 3 minuta e 2 sekunda deri në përfundim të çerek të parë kanë mbetur. Atëherë të nderuar shikues, pas ndërprerjes ndeshjes për shkak të fillimsharjeve, më pas edhe uhudhjes mjeteve piroteknike nga tifozët e klubit Plisat, u ndërprer ndeshja, u desh ajo pjesë e palestrës të zbrazët, u larguan Plisat nga salla me sharje, thash edhe më herët, ndaj kryesisë së klubit të tyre nuk e kishin kundërshtarëve sot, por për atë se çka ndodhi mbrëm, pra zgjedhja e kryetarit të ri të klubit Bek Berisha është e papranueshme për tifozët e klubit, të cilët edhe gjatë gjithë këtyre 7 minutave të ndeshjes sa u zhvilluan deri më tash, vazhduan me sharje dhe në fund edhe hudhje me qëra stresha e gjyqtarëve, ndërpren ndeshjen. Tashmë gjithçka gati për të vazhduar. 17-8 është rezultati në të mirë të skuadrës së Golden Eagle Yllit, kur janë edhe 3 minuta e 2 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë të kësaj ndeshjeje. Duke u larguar tifozët Plisat, pra kërkuan që edhe nga pjesa tjetër e palestrës të largohen të mos, edhe pse është një numër shumë i vogël i të pranishmëve në palestër, por edhe atyre po ju bënin realisht kërkesë që të largohen nga salla. Megjithatë, ky numër i shikuesve vazhdoi të mbetet
në sallë për ta përkrahur skuadrën e tyre. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Scott Bamford që u ndal me personale gjuajtjen e parë të lirë e kishte qelluar tashmë edhe të dytën. Duke krijuar përsinë e parë dyshifrore në këtë ndeshje prej 18-8, tashmë kemi hyrë në 3 minutat e fundit të çerekut të parë. Dux me topin kryeqytetasit Burns të Kakruki. E gjenë Khalil Dux që do të gjuan për 3, nuk qëllan, edhe njerë topi kthehet pikërisht në duart e tij. Burns, Dux, Kakruki. Almir Kakruki, faul i Liz Shoshit ndaj tij. Në vjen e gjuajtje së lirë Valmir Kakruki. E qëllan tentimin e parë nga vija e gjuajtje së lirë Kakruki. Shpika e parë e tij sonte. I saktë në të dytën. Valmir Kakruki 18-10. Bamford. Scott Bamford tek Liz Shoshi. Hapësirën Liz Shoshi. Duke që ka goditur Kakrukin në fytyrë Lisi, me qëra shkon edhe i kërkon edhe falje. Ky është momenti kur gjatë debërtimit me bryll e ka goditur në fytyrë Valmir Kakrukin. E shojmë edhe përshëndetjen sportive mes Shoshit e Kakrukit, asgjë e qëllimshme. Nuk qëllon në tentimin e parë Liz Shoshi. Në të dytën është i sakt. 19-10 teksa në Mitrovic nërmjet Trepçës e Gopius Peës. Tashmë është krijuar një shkëputje në të mirë të vendasve. Trepça ka marrë kontrollin e ndeshjes 34-28. Edhe pse më mirë kishte nisur duelin skuadra e Gopius Peës. Në çerekun e dytë më të mirë janë vendasit në atë përballje. Gzi Morina qenë dëbërtimin. Jo dhe pikët teksa Liz Shoshi ndalet me faul nga Valmir Kakruki. DeAndre Burns ullet Elijah Clarence në loj në vend të tij, teksa tek Golden Eagle ylli. Në loj tashmë edhe Rian Kastrati. Ellen është ullur. Sakt Liz Shoshi kësaj radhër në tentimin e parë. Para pra kishte qëlloj një nga 2 tentimet që i pati nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe në të dytën është i sakt. 21-12 edhe Obrebashic në lojë tek Therondasit. Pak freski i jep skuadrës trajnerin Tretin Shani. Tom Polushka gjithë shkojnë vetë në fund, nuk arriti të realizon. Clarence merr kërcimin në son. 2 herë nuk qëlloj, por vazhdon të mbajë brëndësinë mjaft luftarak. Elijah Clarence e kthen duhin tek Adrio Bailey që gjuan për 3, nuk qëllon asaj. Ishin sekondat e fundit të aksionit, mbetet 21-12. Liz Shoshi tek Kastrati. E kthen duhin tek Bamford.
Erion Kastrati, Gzim Morina, për ti Don Poloshka, shkon në ndihmë ka Kruki, faul në atë mismatch nga Don Poloshka. Një shuajme dhe njerë momentin e personalit së Poloshkës ndaj Gzim Morinës, cili tjetë në vijën në gjuajtjes së lirë. E 22-12. Edhe njeri sa kapiteni i skuadrës së Golden Eagle-Ylit, Gzim Morina, për 23-12, vazhdon kontrolli tjetë në anën e skuadrës së Golden Eagle-Ylit. Duk zgjuan, nuk qëllon nga gjysmë distanca. Bamford. Shoshi dalet toj me tabel të realizon, por nuk arriti të kësa arrin të marin këtë top Prishtinasit me Clarence Bukur në anën tjetër që shkon deri në fund. Elijah Clarence. Bashic. Bukur ajtobi Shoshit për Gzim Morinën që realizon në sekundat e fundit të qereku të parë për të mbyllur këtë 10 minutësh me përsi 2 shifrore të Therandazë 26-14. Loj më mirë definitivisht, për fletë edhe vetë rezultati nga skuadra sot vendase në Prishtinë pra Golden Eagle-Yli. Atëherë shkojmë me pak marketing, por të u rikthyer me qerekun e dytë. A e din qa, kom vendos me andru tekstin kongës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape logarin t'i këtu, ngam t'i vu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O ish breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam t'i vu. Banka Procredit. Goti Yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Atëherë starton edhe qereku i dytë i përballjes ndërmjet Golden Eagle-Ylit dhe Sigal Prishtinës 26-14 pas 10 minutave të para kontrolli totalisht në anën e Therandazëve. Një ndeshje që u ndërprej në qerekun e parë. Duke që janë pranuar pikët e ka prekur tabelën Adrio Bailey. Challenge i kërkuar nga trajneri Kakuzis. U rishikua edhe një herë rasti, ishin realisht të sigur gjyqtarët, por pasi që kërkoj challenge trajneri Kakuzis, erdhen dhe rishikuan edhe një herë, ka prekur tabelën Adrio Bailey. Burns tek Bailey, i cili me ngulitje përfundon aksionin për 28-16. Bamford. Bukur tek Les Shoshi, i cili realizon mjaft mirë, arriti ta kontrollon atë pasim të Scott Bamfordit. E të qëllon teksa në anën tjetër pikërisht është Bamford ai që ka shkaktuar faul.
Shojmë edhe njerë ngulitjen e Bailit paraprakisht. Burns. Elijah Clarence. Avërtirjon Kastrati. Simi nga buare shpëton atë gëzim Morina, mbrojtje mjaft e mire. Kastrati dhe Morinës, Belfort për 3. Nuk është Isak Kakruki. E merë kërcimin. Clarence në anën tjetër. Ndaljet me faul nga Erion Kastrati, cili ngritur me njëherë. Ne shojmë edhe njëherë, nuk e lejoj Kastrati kundër sulmin e bardhë e katërve. Burns, tek Bailey. Faul ndaj tij. Don Polushka. Tek Bailey. Clarence. Shkoj pasimi tek Andrew Bailey. Burns, sekundat e fundit të aksionit të gjuan nga gjysmë distanca. Arrin të realizon DeAndre Burns. Për 30-18 po mundohet si Gal Prishtina të bën më tepër, por MP vazhdon tjetër përsia prej 12 pikëve në anën e Golden Eagle Yllit. Nuk qëlloj paraprakisht Bashic. Don Polushka për 3. Nuk qëllon kapiteni i skuadrës si Gal Prishtinës. Tentimi i tij dytë nga loja. Shohim zëvendësimin e dy fish tek Golden Eagle Ylli. Allen dhe Hall janë në lojë. Minutat e para për Hall. Bukur ai top tek Allen, i cili nuk arrit të realizon teksa Elijah Clarence me një super aksion arrin të realizon bukur në anën tjetër tek shoshja i top, i cili me ngulitje përfundoi 32-20. Burns. Për 3 në sekundat e fundit të aksionit. DeAndre Burns realizon për të shkrirë emërsinë një shifrore tashmë, 32-23. Lind shoshin në anën tjetër. E gjenë Erion Kastratin, i cili gjuan, por nuk arrin të përgjigjet me treshe. Clarence. Nuk qëlloj, e merë edhe njerë kërcimin. E në të dytën e përmirëson vetëm fantastik Elijah Clarence. I dha gëgja shumë energji skuadrës si Gal Prishtinës me të futur në loj. Janë 6 pikë të ti e 4 kërcime dhe të 4 ta ti ka marrë në sulm. Normalisht reagon me njëherë trajneri Ndret Elshani. 32-25, 6 minuta 31 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas këtij time-outi.
Shojt Matot arrin të ndaj këtë lojë të mirë të Sigal Prishtinës. Skuadra e Golden Eagle Yllit e humbin topin me njëherë në këtë sulm. Pra hyrja e Clarence i dha energji bardhë kaltërve të cilët gradualisht e shkrien avantazhin plus 14 ishte e përsia më e thellë e Golden Eagle Yllit. Bukur ai top edhe një herë tek Adrio Bailey, i cili edhe me një tjetër ngulitje realizon për 32-27. Bukur në anën tjetër, Bashiq për Lis Shoshin e vetmuar. Ngulitje e Shoshit që i përgjigjet Adrio Baileyt. DeAndre Burns. Bailey arrin të shkan deri në fund për të realizuar 34-29. Kastrati Allen Avërti është Clarence, nuk ja lejon dhe përtimin Bashiq. Sa vjen të timi, por jo edhe pikët nga Hall, ndërsa topi humbur edhe në anën tjetër tek Sigal Prishtina. Betën 34-29 nuk arrin të shfrytëzojnë këtë sulm për ta ngushtuar dhe më tepër rezultatin bardhë kaltrit. Bashiq tek Allen. Bukur Allen e shfrytëzon shpejtësinë e tij për ballë Valmir Kakrukit. Poloshka. Burns. Nga gjithmonë distanca realizon 36-31. Kastrati. Nuk shkon pasimi. Kësaj radhe mbrojtje e mirë e Kakrukit. Tom Poloshka tek DeAndre Burns. Ishin edhe Clarence edhe Burns në nënkosh. Kërkoj që Poloshka të gjuan për 3 aty DeAndre Burns. Nuk e bëri këtë, ndërsa ndohalet me faul Burns. Nuk qëllon Burns. 36-32, 4 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Ka faul nga Elijah Clarence, teksa përgatitet e futur në lojë Diana Gjosaj. Kakruki e lë vende për të. Allen. Nuk qëllon nga gjysmë distanca, por i vëmendshëm Lis Shoshi teksa ka faul në sulm nga Hall. I vendosur mire Adrio Bailey. Arrin ta fiton atë faul në sulm Scott. Do të kthehet në lojë në vend të Bashiq teksa shohim edhe një herë faulin në sulm.
Burns. Edhe njerë nga gjysmë distanca, edhe njëherë i saktë është DeAndre Burns. Vazhdon Prishtina të kthehet gradualisht në lujë. Teksa Liz Shoshi shpejt në kundër Sulmarin të qëllon e ngushtuar në 2, por shpejt përgjigjet Ylli. Por me të vërtet lujë larg më e mirë e skuadrës së Sigal Prishtinës në qerekun e dytë krahasuar me atë të parin. Pra ishte e përsia deri në plus 14 e skuadrës së Golden Eagle Yllit. E tashmë Elijah Clarence me ndihmën e tabelës qëllon për 3 pikë dhe e shkria në vetëm një avantazhin 38-37. Presion nga Don Pollushka ndaj Antoine Scott. Lirohet bukur e gjenë Liz Shoshin. Faul i Don Pollushkës ndaj Liz Shoshit. Me gjaz do të rishikohet edhe njerë kjo personale nga dyshja e gjyqtarëve. Nëse është jo sportive. Atëherë u rishikua edhe një rast të shohim se çka do të vendoset nga gjyqtarët. Nuk ishte faul jo sportiv i Don Pollushkës ndaj Liz Shoshit, do të jenë vetëm 2 quajtje të lira. E diskutuan më gjatë këtë rast dyshe e gjyqtarëve, duke analizuar mirë dhe vendosën që nuk pati faul jo sportiv. Nuk qëllon në tentimin e parë Liz Shoshi. Bete 38-37. Burns. Gjosaj të Clarence. Elijah Clarence. Me ndihmën e tabelës edhe një herë, me të vërtet lokomotive Sigal Prishtinës në qerekun e dytë. Elijah Clarence shohim mbrojtjen e Jan Ismailit mirë deri sa e shkaktoi faulin, nuk arriti të kontrollon mirë. Ne shohim presionin e Jan Ismailit ndaj Antoine Scott. Gjithçka baraz tashmë 2 minuta e 3 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Faulli i dytë i Jan Ismailit me një herë ngarkohet me dytën, por ashtu si që dim, prekjet nga prapa janë faul dhe nuk po e pranon asesi Jan Ismaili këtë, po e shohim ka prekur topin. Scott tek gzim Morina. Kësaj radhe jo, nuk është i sakt kapiteni, se po luan me 8 pikë
2-2 për Treshe ishte para prakisht. Kira e pa që ullë nga opozit. Jani Smiley gjuan për 3, nuk qëllon. DeAndre Burns me i lartë në kërcim, por nuk arrin që ta shpëtojnë këta për krye shtetasit dhe humbin mundësin për ta rikthyer avantazhin në anën e tyre. 25-13 në qerekun e dytë, përmbysje totale. Ishte 26-14 në qerekun e parë dhe loj plotësisht ndryshe në të dytin. Nuk ka Treshe. Clarence në kundërsoj me super ngulitje. Njeri u i momentit e merë përgjithsin tek Sigal Prishtina dhe rikthen avantazhin definitivisht. Elijah Clarence shkëlqen në qerekun e dytë, 13 pikë të tij, ndërsa një perle dhuron në këtë aksion me ngulitjet e përfundon, detyrohet banka e Golden Eagle të kërkon timeout. Rikthehemi të nderuar shikues me pjesën e dytë të përballjes ndërmjet Golden Eagle dhe Sigal Prishtinës. U rishikua edhe një herë ai rasti personales faullit Jani Smileyt ndaj Antoine Scott. Ishte rishikuar edhe më parë, referët e përmirësuan dhe i dhanë një gjuajtje të lirë Antoine Scottit, gjuajtje në lirë të cilën nuk ja kishin dhënë gjatë pjesë së pare. Kjo gjuajtje pikërisht e barazoi rezultatin me 44-24 për startuar në pjesën e dytë gjithçka baraz. E kur jemi tek pjesa e parë, ishte Golden Eagle që pati kontrollin në qerekun e parë të ndeshjes, krijoi edhe përsi deri në +14, gjithsesi e pam një Sigal Prishtinë shpërthyese në qerekun e dytë fal lojës fenomenale të Elijah Clarence, i cili shpërtheu në qerek të dytë duke e marrë barën e skuadrës dhe duke e marrë edhe avantazhin për skuadrën e tij. Pas pjesës së parë, pra 14 pikë ishin nga DeAndre Burns, 13 nga Clarence në anën tjetër, 14 pikë edhe nga Liz Shoshi. Shohim aksionin teksa Gzim Morina realizon 48-26. Vjen tentimi i Dukes për 3, nuk qëllojnë parën edhe një herë tenton. Në të dytën e përmirëson vetën, realizon për 3 pikë. Khalil Dukes, pika e 5 të tij. Scott. Gzim Morina i ka 2 Treshe pas pjesës së parë. Vjen edhe Treshja e tretë e kapitenit, pika 11. Dyshja vendore më të mirë të Golden Eagle. Pas Liz Shoshit me 14 pikë, 6-5 nga loja fenomenale është Lisi. Tashmë me pikë dyshifrore edhe Gzim Morina. E tentimi nga Gjosaj vjen në anën tjetër. Morina tek Hoffman. Faul nga Gjosaj. Qëllon qendra Hoffman nga vija gjuajtje së lirë 54 me 49. 11-5 seri e Golden Eagle tashmë. Vjen të përtimi DeAndre Burns, gjitha i bëri mirë, por jo edhe finalizimin. Ja mundësin që të shkputen në rezultate dhe më tepër ekipi i Golden Eagle. Gzim Morina
bukur e kontrollon ato, nuk arriti të realizon, edhe njerë tenton, nuk qëllan topin në duart e DeAndre Burns. Adrio Bailey. Foul. Antoine Scott. Ndaj Adrio Bailey, mjaft i ashpër. Nuk ja lejoj pikët Baileyt. Do t'jetë në vjen i gjuajtjes së lirë, do t'a shohim edhe njerë personalen. Nuk qëllan në sakt me të dytën Adrio Bailey. Përderisa këtu po vazhdon lojë ngushtë 54 me 50 në minatori në Mitrovic. Trepsha edhe ndaj PES është duke dominuar absolutisht 31 pike përsi ka shkuar në atë ndeshje, ndërsa aktualisht është 77 me 51. Po kalon formë mjaft të mirë skuadra e Trepçës. Bamford. Dhe në fund për të realizuar Scott Bamford. Burns. Gjosaj do të tenton edhe njerë për 3 pikë. Dion Gjosaj edhe njerë i sakt. Pati një treshe edhe gjatë. Jesu support e kësaj shohim faulin. E nuk e di kujt. Njeri tjetrit po ja qesin faulin. Nuk e kam për unë, e ka për aj. Është Burns dhe Gjosaj. Është personalja e DeAndre Burns, ishte një situatë mjaft çuçarake. Allen në vjen në gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon në tentimin e tij të parë. As të dytën nuk e qëllon. Sa e shohim në bankën rezervë. Elijah Clarence që shpërtheu. Në qerekun e dytë me 13 pikët e tij. Ishte fenomenal. As njëra nuk e qëllon Trevor Allen. E çuditshme kjo. Allen Dukes. Gjosaj hapat në nisje. Nuk tregohet i vëmendshëm me humb topin. Bamford. Fenomenal. Scott Bamford. Kontrollon gjithë shka në fush. Gjuan për 3, realizon të eksa në anën tjetër. DeAndre Burns përgjigjet me depërtim individual për të mbajtur në lojë skuadrën 59 me 55. Nuk po ja lejon shkëputjen e thellë më Ferrandasve Prishtinasit. Trevor Allen. Foul. Tjetë poshtë. E ngri dorën Bailey. Ne shohim edhe njerë momentin e personales e Adrio Baileyt. Tabi vjedhur i kryeqytetasve tashmë të vëmendshëm në mbrojtje. Altin Morina. E aj nuk është i vëmendshëm në sulm. E ka shkelur vijën.
e vërsi prej 4 pikëve Golden Eagle Yllit. Tentimi për trishën nga Skoti dhe pikët teksa blokad fenomenale. E Bejlit e jep mundësinë e kundër sulmit, shohim me dhe njerë blokadën Adria Bejlit. Shohim nga një kënd tjetër teksa kaloi me këmbë. Bukur ai top tek Hajxhosaj, do të tenton edhe njerë për 3 pikë. Hajxhosaj nuk është i sakt, Altin Morina lufton për ato. Hajxhosaj blokohet nga Hoffman. E në anën tjetër, vim pikët e leta në kundër sulm, Gzim Morina qëllon. Burns. Dukes tek DeAndre Burns, 8 sekonda do t'janë. Zgjedh gjuan vetë nga një largësi e madhe DeAndre Burns, që realizon për 3. 61-58. Rina tek Bamford, bukur tek Zimorina. Nuk shkon pasimi ti tek Hoffman që kishte i vetmuar në kësh, kaloi me këmbë nga Dion Hajxhosaj. Vazhdon sulmi i skuadrës së Golden Eagle Yllit. Morina. Allen e ka shkelur vijën, presioni suksesshëm në mbrojtje. E punësin si Gal Prishtinës të afrohet edhe më tepër në rezultat. Dukes tek Bailey. Adria Bailey. Faul. Tjetë poshtë. Dukes tek Bailey. Gjuan për 3 pikë Adria Bailey. Nuk është i sakt. Beti 61-58, 3 minuta e 20 sekunda janë. Deri në përfundim të qerekut të tretë, Gzim Morina nuk shëllon kësaj radhe për 3. 3-3 që i ka realizuar kapiteni sonte. DeAndre Burns i ndjekur nga Trevor Allen, arrin të realizon vetë. E shkrije në një avantazhin, 61-60. Edhe më tej loj e ngusht në kryeqytet. Dion Hajxhosaj ka shkaktuar faul, marrësisht faktit pra e pam edhe njerë që mori iniciativën skuadra Golden Eagle Yllit duke u shkëputur në rezultat. E shohim edhe njerë Prishtina që shkrije në vetëm një avantazhin. Allen është në vjen e gjuajtjes së lirë, paraprakisht i humbi 3 gjuajtje të lira. Ndërsa në plan të parë tashmë edhe Arjan Azemi që vazhdon të mungon tek parë dhe kaltrit, vazhdon të jetë i lënduar. Dukes tek Hajxhosaj. Dukes dalet në gjysmë distancë, nuk qëllon. Topin e duar të Scott Bamford. Allen. Trevor Allen tek Zimorina, edhe njerë loj me këmbë. Edhe njerë Morina nuk arriti të pason tek Hoffman.
Topi të tjetë anash. Marina të shkon vetë, deri në fund, bam topi. Hyrje, doli pa fat kapiteni. Marina të Bailey. Bukur të ka Gjosaj, ka Lil Dukes për 3 aksioni, bukur definitivisht i Sigal Prishtinës kë. Dhe vjen Trishja për të barazuar edhe njerë. 63-63, 2 minutat e fundit të qereku të tretë. Loja e ngush po vazhdon, Zim Marina, asë radhe nuk qëllon. Gjosa e mera top. DeAndre Burns. Jon Gjosaj edhe njerë Burns. Gjosaj do të tenton për sëri për 3 pikë. Realizon Dion Gjosaj fantastik me Trishë sonte. Po e japin atë hapësirën. Huffman po qëndron më mbrapa në mbrojtje dhe po shfrytëzon në mënyrë perfekte Dion Gjosaj. Trishja e tij e 3 dhe pika e 9 e tij. I jep edhe njerë avantazhin Sigal Prishtinës, 1 minutë e 25 sekunda pa përfunduar qereku i tretë. Time out i kërkuar nga trajneri Endrit Elshani. Rikthehemi pas pak. Look, let's go. Që dojnë Dioni kërë? Për që dojnë që gjithë asaj se dojnë? Yeah, drop down, okay, and then we cover. Push it based on let's go offensively. Let's go. Face down. Një minutë e 20 deri në përfundim të qerekut të tretë. Trevon Allen nuk shkon ai pasim, mbrojtje mire e vendasve. Dalët Lil Dukes. Më shohim me lojë Elijah Clarence e Don Polushkën. Dukes e shkurtër gjuajtja e tij. Mbite 63 me 66. Antoine Scott e Trevon Allen. Scott Bamford për një treshe nga një largësi e madhe nuk arriti të realizon e për praksa nuk e humbin në top Clarence e Dion Gjosaj. Ka marrë topin Don Polushka. Dukes. E njerë Polushka. Gjosaj, kësaj radhe i afrohet Huffman e airballi ti. Nuk ja lejoj gjitha të hapësirë, sikur se më herët Dion Gjosajt. Mbete 63-66, sekundat e fundit të qerekut të tretë, shojmë atë të të shfrytëzon skuadra e Golden Eagle Willet. Antoine Scott. Të tonë për trishe, realizon Antoine Scott. Gjithë shka paras, pas 30 minutave loj, 66. Loj fantastike, sa do që pati iniciativ të lejtë Ylli, më pas e pam kontrolin e ndeshës në anin e Sigal Prishtinës, ta cilë të mërën edhe avantajin, por në sekundën e fundit qëllon Antoine Scott për të barazuar gjithë shka. Me këtë treshe në 66. Do të hymë edhe në 10 minutat e fundit me rezultat barabartë. Rikthehemi pas pak.
starton edhe 10 minuti i fundit i përballjes Golden Eagle Ylli Sigal Prishtina. Loja vazhdon të jetë e ngushtë. Do të pranojmë pikët shkak të tërheqjes së rjetës. Dux tek Don Polushka. Clarence. Clarence blokohet pastër nga Lis Shoshi që e përcjell mirë aksionin. Fantastik është sonde Lisi definitivisht, 14 pikë të tij, 4 kërcime, 6 është nga loja në vetëm 12 minuta. Sa i ka pasur në dispozicion teksa më i dalluari është Zimorina. Vjen trishja e Ellen duke bërë lojtari 5 me pikë dyshifrore te Golden Eagle Ylli. 12 pikë të tij, 71-66. Dux tek Clarence. Humbin topin krejt shtetasit. Do të kemi zëvendësim. Diana Gjosaj do të ullët lojë në vend të Tika Kruki. Scott. Shoshi. Ka Krukit. Me të futur në loj. Shakton faul. Valdmir ka Krukit, treta e ti. Shoshi tek Ellen. Edhe një tjetër treshe. Trevor Ellen detyrohet ka Kjuzis të kërkon time-out, super i nervozuar. 2 treshe të këtij njeriu që po e shihni. I japin tashmë e përsin skuadrës së Golden Eagle Ylli starton furrishëm ekipi. Therandas në 10 minutën e fundit. 74-66, ishte 66-66, po shpërtheu Trevor Ellen me treshet e tij. E tashmë time-out me njerë ka kërkuar trajneri Hajlis ka Kjuzis. Rikthehemi pas pak. Atër 8 minuta 26 sekonda e ndërë në fund të kësaj përballje, po i shohim statistikat e Zimorinës, që është më i dalluari tek skuadra e Golden Eagle Yllit, kapiteni me 15 pikë, përderisa këtu janë edhe 8 minuta lojë deri në fund. Ndeshja në Mitrovica përfunduar me epërsi shumë të thellë të Terepçës, plus 37 i kanë pushtur Gopius Peën. 98 me 61. Terepça aktualisht për shkel, çka do që po i dalë përpara pas fitores së thellë ndaj Sigal Prishtinës, edhe më thellë poshtë Gopius Peën. Antoine Scott, luaj me këmbë ka Krukit.
Bamford. Trevor Allen e ka shkelur vijën kësaj radhe. Tentoj edhe njerë Allen për trishe, pratit 0 seri e Golden Eagle Yllit në start të qereku të katërt. Clarence vërtoj deri në fund të kësa koha teknike për bankën e skuadrës e Golden Eagle Yllit. Do të jetë Elijah Clarence në vjen e gjuajtjes së lirë. 13 pikë të ti. Pika e 14. 2-2 nga vija e gjuajtjes së lirë. Shohem 14 pikë, 6 kërcime të Elijah Clarence. 4 për këtyre i ka marrë në sulm. Më meritori ishte për atë rikëthem të Sigal Prishtinos, kur ishte në disavantash për 14 pikëve. Rian Kastrati nuk qëllon për 3. Ishte Lis Shoshe që ka luajtur i fundit. Khalil Dukes. Faul. Faul në sulm. Duke që është Adrio Bailey ai që ka shkaktuar personale. Shoshi për Allen. Mbrojtje e mirë e Elijah Clarence. Do të kërkojnë challenge trajneri Endret Elshani. Pretendon Trevor Allen, që nuk e ka prekur i fundit. Do t'i kemi edhe një herë dyshën e gjyqtarëve këtu për të rishikuar rastin e fundit. Challenge i suksesshëm i trajnerit Endret Elshani. Ishte Clarence ai që e ka prekur i fundit, u vitu të ashtë takojnë skuadrës Golden Eagle Yllit. 74-67. Scott tek Trevor Allen. Edhe njerë ka shkelur vijën. Trevor Allen nuk treguohet i vëmendshëm për herë të dytë. E humb topin në mënyrë identike. E tjetër mundësi për Sigal Prishtinën që të afrohet edhe njerë në rezultat. 8-1 është në qerekun e katërt. Bailey, Ron Polushka. Elijah Clarence ka bën një hapa në nisje. Topi humbur edhe tek Sigal Prishtina, pasi humbi edhe Trevor Allen. Do të kthehet në lojë DeAndre Burns. Në vend të Khalil Dukes.
Scott tek Bamford, cili zgjidh problemet vetë, shkon deri në fund. Teknike për Don Poloshkën, i cili reagon mjaft i nervozuar me këtë. Trajneri accuses teknike për Don Poloshkën, i cili pretendoi se ishin hapat ato të Scott Bamford. Poloshka ndërvërtimin, jo dhe pikët, topi kthehet në duart e Elijah Clarence, i cili realizon për 3 pikë. Vijnë pikët e kërkuara nga Sigal Prishtina në çerekun e 4 dhe janë të parat nga loja. Vetëm një gjuajtje të lirë kishte realizuar Clarence, do t'jetë dyshe kjo nëse realizon Lisi, por jo. Nuk qëlloi teksa Arion Kastrati është ai i cili ka prekur i fundit. 77 me 70 edhe pse u krijua. Pra e përsia edhe një herë dy shifrore, 11-1 seri e Golden Eagle Yllit. Ishte në këtë çarak të 4 të erdhe e treshe e Elijah Clarence. DeAndre Burns shton të jetë më i dalluari tek Sigal Prishtina me 23 pikë të qelluara. Adrian Bailey ka presionin e Arion Kastratit, i dy vishuar, ka faul ndaj tij. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë Adrian Bailey. Nuk e qëllan të timin e parë, 7 pikë të ti sot. Sa 2-1 ishte paraprakisht nga vija e gjuajtje së lirë, ka marrë dhe 4 kërcime. Të dytën e qëllan vazhdon të jetë 50% i sakt. Shkrihen edhe njerë në 6 avantazhin. 5 minuta 10 sekunda deri në fund të kësaj përballje. Faul i DeAndre Burns ndodhi edhe më herët me Joni Smiley, e përmenda që çdo prekje nga prapa është faul. Bamford Erik dhan topin e lojë tek Scott. Antoine Scott me njeri dy vishuar. Shkon topi tek Liz Shoshi, edhe jo për të vonohet Valmir Kakruki. Ishte në dy fishim, pam të vrapën tek Lisi, por tashmë aja edhe jo për shkoj me pikët e radhës të Liz Shoshit, 16 pikë të ti. Bailey Kakruki, pa faul. Trevor Allen është ai që ka shkaktuar personale. Ne shohim edhe një herë këtë aksion të bukur të Ruandasve dhe pikët e Liz Shoshit. Don Poloshka të rikthen topin në lojë. Clarence. DeAndre Burns. Presionin e Antoine Scott, i cili shkakton faul. Burns. DeAndre Burns do tenton për 3 pikë, realizon edhe një herë. DeAndre Burns, 26 pikë të ti, 4-3 për 3 shesonte. 7 asistime, 6 kërcime, fenomenal, por edhe një herë. Betët i vetmuar Liz Shoshi në kosh.
Edhe njerë normalisht nuk gabon e nuk fal nga këto pozita, 18 pikë të ti, 9-7 është nga loja. 81-74. Pili ka gabuar me hapa dy vishimi mirë, Erion Kastrati dhe Trevor Allen. Timeout kërkon Kakuzis. I pa kënaqur në këto qaste, 3 minuta 26 sekonda deri në përfundim të kësaj përballjeje. 81-74, kontrollin në anën e yllit fal asaj serie prej 11-1 në start të këtij qereku. Sado që po mundohet si Gal Prishtina të rikthehet, po e mbajnë avantazhin ekipi i Golden Eagle yllit. Rikthehemi pas këtij timeouti. Po i shohim statistikat perfekte të DeAndre Burns, që po mundohet maksimalisht sonte. Scott Bamford shënon për 3 pikë, nuk po vrehet shumë, por i ka 18 pikë. Në fillim të ndeshjes e thash, ardhja e Scott Bamford i ka dhënë një fytyrë plotësisht ndryshe skuadrës së Golden Eagle yllit, një lider pas një dyshim dhe tashmë paraqitje plotësisht ndryshe të verandasve. Epërsin prej 10 pikëve e kanë kthyer kur po hym tashmë në 3 minutat e fundit. Edhe një herë kush po Scott Bamford. 20 pikë. 86-74. Burns tek Joni Smiley, i cili e gjen korridorin e depërtimit, realizon pikët e para për Joni Smiley. 86-76. Foul i Elijah Clarence. Vjene quajtje së lirë është tashmë Trevor Allen që i ka 15 pikë. Qëllon edhe një harë, pika e 16 kërsimet të ti. Teksa tashmë double-double për luan Antoine Scott, 10 pikë e 10 asistime. Edhe njeri sakt. 17 pikë të Trevor Allen. DeAndre Burns tek Elijah Clarence, që do të tentojnë edhe njerë për 3 pikë, realizon edhe njerë Elijah Clarence, 20 pikë të ti në 20 minuta loj, 88-79. 8 sekunda, mbrojtje e mire DeAndre Burns. Arrin të vjedha top dhe ta marrë posedimin skuadra e si Gal Prishtinës, dhe shojmë edhe një presionin që ja bëri Antoine Scottit dhe kanë kaluar 8 sekunda. Sa kjo ishte treshja para prake Elijah Clarence. Pili po mundohet ta ruan atë pas kush nuk i shkon në ndim.
Adrio Bailey hum topin 1 minutë e 48 sekonda janë deri në përfundim. Pra është një qerek i 2:30-17 në të mirë të Sigal Prishtinës. Shojmë aksionin e bukur tashmë, alley-oop tjetër. Elis Shoshi e qëllon pikën e 20. Kur ke në ekip playmaker të mirë i qëllon edhe 20 pikë. Ka ko që nuk e kemi parë një paraqitje të tillë nga Elis Shoshi, të cilin po e shfrytëzoi në mënyrë perfekte tashmë lojtarët e Golden Eagle Yllit, edhe Scott Bamford, por edhe Antoine Scott e Trevor Allen. Dhe në shumë raste Lisi ishte i vetmuar me këto alley-oop që po i realizon. Kastrati. Scott Bamford gjuan për 3, nuk qëllon. Gjosa ishte me i lartë në vërcim. Lawrence, foul i Trevor Allen ngrit dorën. Ndalë kundër sulmin Allen. Kur janë edhe 67 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje. Do të kemi rishikim të rastit edhe një herë. E lusim regjin, ta kemi faulin e fundit. Edhe pas rishikimin të rastit, nuk pati faul jo sportiv si pas gjyqtarëve, mbetet kupjona është jetë për skuadrën e Sigal Prishtinës. Clarence, tek DeAndre Burns, kthehet në njerë për gjuajtur jo për të realizuar. E kontrollon ato gjithsesi Antoine Scott. Peu tek Scott Bamford, ndaj gjithçka. Normalisht do të shkojnë me sulme të zgjatura tashmë lojtarët e Golden Eagle Yllit e kanë ebërsin dhe hapësirën. Elis Shoshi bukur tek Erion Kastrati, cili nuk realizon, edhe njerë topi kthehet në duart e Erionit, i cili qëllon pikët e para të Erion Kastrati sonte për 92-79. E Golden Eagle Yllit do të arrijë të marrë edhe një tjetër fitore kësaj radhe në kryeqytet si vendas 92-79. Të shohim vetëm rezultatin final të kësaj përballje, nuk po ndalen së realizuar i gjithsesi. Therandasit shpërthyen në qerekun e 4, 66-66, kishin përfunduar 30 minutat e ndeshjes, ndërsa e pam një shpërthim të Yllit në qerekun vendimtar. U mundua maksimalisht Prishtina, dhe pse ishte në disavantazh prej 14 pikëve gjatë pjesës së parë, e mori avantazhin, përfundoi pjesa e parë 44-43 në të mirë të bardhëkaltërve. E më pas edhe në qerekun e tretë rezistuan, por jo edhe në të katërtin. Realizon nga vija e gjuajtjes së lirë DeAndre Burns, ndërsa duket që me këtë rezultat do të përfundon kjo përballje 94-82. Golden Eagle Yllit arrin të marrë fitoren në kryeqytet. Për pak shase të nderuar shikues, do t'jemi edhe me intervistat e kësaj përballje.